Tashmë do të kalojmë në zhvillimet politike, ndërkohë që do të kemi një diskutim me Aleksandër Cipën, gazetar, analist, por edhe kreu i unit gazetarëve në rang kombëtar. Faleminderit shumë për kohën, Cipa. Kënaqësi, ju përshëndes. Sali Berisha është rikonfirmuar nga demokratët për një mandat tjetër në krye të Selisë Blu. Besoj e ke ndjekur me vëmendje gjithë dinamikën e ditës, nëse ka qenë një proces i qetë. Për faktin që e konsideruan si referendum, çfarë do thotë kjo për ty? Po, ikja nga terminologjia që parashikon regjimi statutor dhe në mënyrë të veçantë demokracia e brendshme e një partie në kalimin e një referendum, mendoj që është më shumë një manovër verbale për të krijuar një iluzion tek opinioni dhe kryesisht tek antarësia e madhe e Partisë Demokratike. Në fakt, unë mendoj që ky nuk është një referendum, por është konfirmimi i një krize morale në raport të kësaj partie demokratike me demokracinë e brendshme të saj. Rikthimi pas 30 e kusur vitesh e kryesuesit të Partisë Demokratike në një mandat tjetër, pavarësisht nga mosha, është një hap retrograd në demokracinë e kësaj partie, por fatkeqësisht edhe në demokracinë e brendshme të shoqërisë shqiptare. Ose të ndryshe, është një retrograd, një hap retrograd edhe në nivelin e pretendimit për shpresën dhe kryesisht për përballjen me sfidat që ka shoqëria shqiptare, të cilat janë të pakrahasueshme me çdo vit të 35 viteve të kaluara në jetën e shoqërisë sonë. Si e shef Partinë Demokratike në vijim në një kohë që vetëm pak ditë më vonë, të shtunën që vjen, do të ketë procesin e zgjedhjeve të brendshme dhe pastaj sipas analizës dhe njoftimeve do të punohet edhe për zgjedhjet lokale që pasojnë në vitin që vjen, se ka ngelur dhe pak muaj. Do të kaloj faza më të vështira me rikonfirmimin e tij në detyrë apo mund të shuhen ca zëra të brendshëm? Jo, nuk mendoj se do ketë probleme të brendshme Partia Demokratike. Kushdo që e thot këtë gjë, mendoj që nuk e njeh. Praktikisht Partia Demokratike është rikthyer në një, le të themi, gjendje të parashoqërore, që do të thotë ka pranuar verdiktin e Bajrakut të patjetërsueshëm të kryetarit të partisë dhe e konsideron ekzistencën e mëtejshme politike thjesht në fat përcaktimin e kryesuesit të Partisë Demokratike dhe nuk do të ketë probleme të natyrës strukturore. Frakturat që mund të tentohen të krijohen Partisë Demokratike në aspektin strukturor do jenë të pasuksesshme. Por gjithë problemi është tek besueshmëria e partisë dhe ndaj Partisë Demokratike për të krijuar mundësinë e rotacionit më shpejt në kohë. Gjithë problemi që ka politikisht Partia Demokratike pas kësaj lidhet me marrëdhënien me elektoratin shqiptar. Dhe mendoj që në këtë pikpamje, jo vetëm që nuk është studiuar në mënyrë strategjike, perspektiva dhe marrëdhënia që do të krijohet me elektoratin, po përkundrazi, sfida e mosbesueshmërisë rrit potencialisht edhe vlerën negative të saj, por edhe efektin në opinionin publik. Po të vëshëre, reagimet që kanë ardhur deri në çastin që po flasim për këtë proces të ndodhur brenda Partisë Demokratike, janë reagime të cilat deziluzion shprehin dhe nuk shprehin asnjë optimizëm dhe aq më tepër të mund të kenë të bëjnë me atë që dëshiron çdo qytetar në shoqëri demokratike, me mbrojtësinë dhe me ndryshimin përmbajtësor dhe substancial të jetës politike, të skenës politike dhe të marrëdhënieve politike. Cipa, sa gjatë mund të jetohet në këtë situatë, po Partia Demokratike dhe eksponentët e saj mund të qëndrojnë në këtë situatë ku primare kanë ardhje në pushtet, por duket se zona e komfortit edhe po ju shijon si numri 2 apo partia e dytë më e madhe, ndonse e para opozitare në vend, dhe për faktin se duke i parë problemet e brendshme tentojnë t'i arnojnë dhe jo t'i shohin që në gjenezë, që në rënjse se ku është problemi, ose e kundërta, e din, heshtin edhe bëjnë naivin. Shiko, ne jemi një shoqëri që për shkak të bipolaritetit politik jemi mësuar me gjendjet e ndenjura. Gjendjet e ndenjura nuk janë gjë tjetër veç se janë një stagnacion dhe status quo. Ne nuk e kemi ndryshuar dhe nuk po e ndryshojmë, madje shpresat për ndryshimin e status quo-s në raportet e bipolaritetit politik, qoftë tek PS-ja, qoftë tek PD-ja, tashmë janë të bjerura
në masën më të madhe të mundshme në historinë e 35 viteve. Nuk shikojmë ndryshim në këtë pikë. Edhe besimi se mund të lindte e treta si alternativë konkurruese me bipolaritetin, tash është bjerur në atë farë feje sa nuk mendoj se gjendet optimist në këmbë për ta ndryshuar këtë gjë. Dhe jemi në një situatë ku dekurajimi politik i hapësirës dhe i shoqërisë shqiptare brenda Shqipërisë është i tillë që përbën ndoshta thelbin e një krize ku shoqëria ka rënë dhe me sa duket është e mbërthyer. Ajo që unë besoj se do të bëj në kohën e mbetur nga zoti Berisha tek Partia Demokratike është instalimi i personave të cilët gëzojnë besueshmërinë, mbështetjen dhe përfaqësojnë atun e tij të le të themi të ndërgjegjes apo qoftë edhe të vullnetit, por në mënyrë të veçantë të interesave vetjake. Sepse këtu kemi të bëjmë me interesa, nuk kemi të bëjmë më me principe, me parime, apo aq më tepër me deviza që lidhen me shoqërinë dhe vendin. Por jetojmë në një kohë të mbrapsht dhe në kohë me dilema shumë të mëdha gjeopolitike. Vini re çfarë po ndodh dhe nuk po dal nga tema duke për këtë qasje. Nesër është njoftuar në Kumanov një tubim madhështor prej serbëve, se çfarë duan serbët në Kumanov, që është një territor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, kjo është një çështje që vetëm ballkanasit e periudhës së trazirave miloševiqiane mund ta ndërtojnë. Po është e përgatitur shoqëria e Shqipërisë si republikë për të përballuar këto trazirat rajonale? Mendoj që këtu ka një papërgjegjshmëri të madhe politike dhe kombëtare. Dhe e dyta, sjellja e dy kaheve të kryesore të politikës natyrisht nuk mund të shihet me një fatalitet, sepse qëndrimi që po mbajnë për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, mendoj që është i duhuri dhe i vlefshmi. Por unë siç po shoh, ajo që ka të bëjë me thelbin e procesit është një bjerje e interesit për çështjet kombëtare dhe interesimin kombëtar. Ato të duhej që forcat partijake dhe politike në hapësirën shqiptare të kishin dhe një koordinim, qoftë në kuadër të integrimit evropian për interesat dhe kryesisht për perspektivën e zhvillimeve në hapësirën tonë, ka një qasje të nacionalizmit në dy kahe, kryesisht atij slav, për të rikthyer agresivitetin, qoftë edhe verbal, po qoftë edhe strukturor, në imponime dhe në ngasje të cilat e trazojnë në rajonin. A jemi të përgatitur ne për të mbajtur maturitetin ton kombëtar për këtë gjë? Mendoj që jo. Ajo që po ndodh me procesin e gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk është thjesht një sjellje administrative e qeverisjes aktuale të Shkupit, po përkundrazi është një ngasje që ka indulgjenca të nacionalizmit kryesisht slav dhe që do të imponoj edhe në ditët e ardhme trazime të cilat mund shkaktojnë trazira. Dhe siç po shohim, autoriteti institucional i Brukselit për të parandaluar qasje apo mavijosje të tilla nacionaliste duket në mos i ngathët të paktën i pafuqishëm. Dhe në këtë këndvështrim rikthehem tek ajo që ka lidhje me thelbin e shqetësimit ton politik. Apo gjeneron dualiteti politik i Shqipërisë një maturi dhe përgjegjësi për këto çështje? Jo. Dhe në këtë këndvështrim dobësimi i mëtejshëm i demokracisë na çon në atë që shpesh raportet e përcaktojnë si një demokraci hibride. Por kur një demokraci mbetet hibride në mënyrën afatgjat kohore të saj, ajo në fakt gjeneron një sistem që nuk është sistem dhe që nuk prodhon sistem. Dhe aty ku mungon sistemi, ne dim shumë mirë që shfaqen elementet e anarkisë dhe të destrukturimit. Ne këtë proces të destrukturimit e kemi vërejtur si një krizë afatgjat më shumë se 3 vjeçare të Partia Demokratike dhe sipas të gjitha gjasave formësohet si e tillë edhe në marrëdhënien midis grupeve të interesit dhe strukturalizmit republikan të vendit. Dhe për kjo arsye pse shohim që raportet midis krimit, midis shtetit, midis drejtësisë, midis politikës janë raporte të proporcionalizuara. Dhe aty ku mungojnë proporcionet e drejta, mungon sistemi. Pra, ne duhet ta themi dhe palët politike nuk e pohojnë. Ne na mungon sistemi dhe sistemin nuk e shembën dhe nuk e mbajnë në ineficiencë qytetarët, por është përgjegjësi e drejtë për drejtë e leadershipeve dhe e partitizmit politik.
Qipa, më shkove të çështja e Maqedonisë dhe që do i rikthehemi bashkë në fund bisedës së çështjes së ambasadorit, por përqendruar sërish tek, më themi, të një lloj jo konflikt, po sa situatë mes dy kampeve politike. Shpesh janë parë, paktën demokratët dhe Partia Demokratike, si një problem sa i takon çështjes së integrimit, por duke se tashmë ulen në tryezën e diskutimit dhe patëm, pra në dy seanca patëm dakordsi. Do shihet Partia Demokratike pak, më themi, me dy standarde që hera herës artikulonte që s'do ketë kurrë marrëveshje me Ramën, e ndërkohë për rrugën e Shqipërisë, për të mirën tonë të përbashkët, për integrimin e Shqipërisë bashkë me Unionin Evropian, duket se u gjet momenti ku në një interval të shkurtër kohor u arrit një lloj situate që ndrueshme dialogut politik dhe pam kartonat jeshil që ngrihen për i rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Janë tregues këto për dy polet politike që do të vazhdojnë të njëjta bashk udhëtimin politik, duke mos lejuar që fronte të reja, të vogla, të lulëzojnë, të çelin apo pse jo, të marrin dhe besim. Shiko, nuk ka asnjë dyshim që dy kahet aktuale të politikës kryesore në vend janë monopolistet e përfaqësimit vullneteve politike në skenën politike të vendit. Dhe dakordësia që mund të jetë arritur kryesisht për procesin dhe detyrimet e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, mendoj që është e shëndetshme dhe në interes të opinionit publik, pse jo edhe kombëtar të vendit. Por ne nuk e njohim undergroundin se si është mundësuar apo negociuar kjo dakordësi ose ky konsensus, nëse mund ta quajmë të tillë. Sepse agresiviteti verbal le të themi kontrast me dakordësinë konkrete që arrihet për procesin. Unë nuk hyn kategorinë e atyre gazetarëve që praktikisht e delegon fajsin për vonesat edhe kryesisht për përgjegjësinë tek njëri ka. Përkundrazi, në momentet e tanitme e vlerësoj qëndrimin e opozitës zyrtare të vendit dhe madje e mbështes këtë, sepse i heq ndoshta edhe një alibi shumicës politike për ta trajtuar politiket vendit si dele e zeze procesin të integrimit. Tashmë nuk ekziston kjo gjë dhe kjo është një gjë që mund të njihet si vlerë dhe si investim pozitiv drejt për së drejti vet opozitës. Por opozita ka disa probleme që ne i tham, por në marrëdhënie me interesin për procesin e integrimit ka diçka që nuk shkon dhe ajo është raporti me standardet e brendshme. Të gjithë ne ndajmë standardet e brendshme, kryesisht për marrëdhënien e politikës me drejtësinë dhe në mënyrë të veçantë për problematikat sociopolitike të vendit dhe këtu përfshi zbrazjen dhe ndryshimin demografik të strukturës së Republikës sonë. Në indekset e këtij viti, Shqipëria krye renditje ndër vendet me zbrazjen prej popullsisë së vet, janë 29.000 banor që janë larguar nga Shqipëria në vitin 2025. Kjo është një shifër që meriton vëmendje maksimale. Dhe këto trajtohen në nivelet politike prej administratorëve politik. Ne nuk kemi një diskutim dhe trajtim prej administratorësh politik të kësaj çështje që është sociale, por edhe kombëtare për sa i përket përbërjes së popullsisë së vet. Po ka edhe shumë gjëra të tjera të cilat lidhen me atë që unë e thash, rendin e çështjeve që shqetësojnë një shoqëri siç është Shqipëria. Ne nuk e kemi këtë diskutim, nuk e kemi seriozitetin institucional për një trajtim tërësor dhe parashikues të këtyre problemeve. Edhe tek opozita kemi thjesht një qasje propagandistike dhe paraelektorale të saj që vetëm premton dhe në një standard gati tradicional, dhe jo në një mënyrë shumë të rinovuar dhe në përpjekje me një imazh për atë që unë e quaj le të themi parashikueshmërinë. Nuk shfaqen kapacitetet e parashikueshmërisë për trajtimin e problemeve pa u ndodhur dhe pa peshuar ato. Po përkundrazi nuk ka asnjë mekanizëm që shton besueshmërinë dhe optimizmin e shoqërisë sonë për parandalueshmëri dhe për atë që quhet projektim. Nivelet dhe mekanizmat e projektimit tek ne janë pothuajse të munguara. Është një nga arsyet pse dëshpërimi publik dhe shoqëror në vend në këto çështje dhe për këto aspekte është kaq evident. Qipa, një element që u ra dakord, por edhe u shënjëstruan dy kampet më të mëdha politike në vend ishte fakti i një gjuhet përbashkët apo dialogu të qëndrueshëm politik sa i takon raportimit të kreut të SPAK
në parlament dhe nga ajo lloj dakordësie që u arrit do të prononcohet dhe do të bëj bilancet në fakt në komisionin Xhafaj. Çfarë arrin të lexosh në këtë dakordësi? Fakti që nga institucionet e reja të sistemit të drejtësisë, tashmë në fakt dua ta përdor termin institucionet e reja, sepse prej 2016 deri në 2026 kemi kaluar një periudhë, një dekadë e plot, dhe kështu që është një kohë shumë e madhe. Por fakti që klasa jon politike e ka përqendruar marrëdhënien e saj me sistemin e drejtësisë duke fokusuar vetëm tek sistemi tek institucioni i SPAK-ut, i prokurorisë posaçme, unë mendoj që është pak tinzar, për të mos sa quajtur dhe diabolik. Pse nuk flasim ne për një marrëdhënie të politikës me gjykatën e posaçme? Kjo është një pyetje që ne duhet ta bëjmë. Pse 10 vjet ne mbajmë në stigmatizim SPAK-un, që është një organ dhe institucion i akuzës, ose i sendërtimit të akuzës juridike, dhe edhe në momentin që po flasim, ne nuk përqendrohemi tek sistemi i gjyqësorit. Tek e fundit, verdiktin për pafajësinë apo fajësinë dhe për prezumimin e saj e jep gjyqësori, nuk e jep prokuroria. Kjo është një gjë që jo pa qëllim. Klasa jon politike e ngriti dhe e lartësoi imazhin, e stigmatizoi imazhin e SPAK-ut për të eklipsuar pjesën tjetër të sistemit të drejtësisë. Ndërtimi i një institucioni për të eklipsuar imazhin dhe funksionalitetin e institucioneve të tjera që e përbëjnë sistemin e drejtësisë është diaboli politike dhe është djallëzi politike. Në këtë këndvështrim mendoj që edhe para diskutimet, por edhe nojmat, edhe dakordësitë e tërforta që ka në marrëdhënien e politikës për një negocim apo nismë të mundshme për rishqyrtimin e legjislacionit që rregullon veprimtarinë e sistemit të ri politik të atij të 2016-s, mendoj unë që është pararendje për të mos lejuar edhe më tej tejkalimin e shtatit të politikës, shtati i sistemit të drejtësisë. E qartë. Cipa, edhe një pyetje sa i takon sërish Partisë Demokratike në një kohë që ditën e djeshme ka patur edhe aludime në rrjet, por edhe nga kritikët e zotit Berisha që shifrat e votat më saktë nga kokoe që bëshin publike nga orari në orar, pa kur dilte zonja Vokshi për të përditësuar dhe updetuar të dhëna që vinin nga degët në rang kombëtar, nuk përkonin me atë që vërtet ishin në degë, që do të thotë, ai numër votash pro për zotin Berisha nuk mund të jetë aq, por është shumë më i vogël. Këtë gjë e ka artikuluar dhe zoti Saljani ditën e djeshme, madje duke thënë se 24 orë pas procesit votimit do të kemë dhe një dalje publike që do të vërtetoj çdo gjë që po artikuloj sa e takon shifrave që nuk janë të vërteta. Pse po ndodh ky fenomen? Është vetëm për konsum politik dhe për të shënjestruar zotin Berisha dhe Partinë Demokratike, apo mendon se edhe mund të vërtetohen nga zoti Saljani dhe mbështetës apo demokratë të tjerë që janë bashkuar lëvizjes së tij për ta konsideruar edhe këtë proces zgjedhor, këtë referendum në fakt si një lloj farse? Pra, vetëm konsum apo mund të ketë element të së vërtetës? Mendoj që është pak më komplekse. Kjo regji që u zbatua në procesin e ditës së djeshme, një proces që në 3 momente të caktuara, që nga momenti kur startoi dhe deri në momentin që u krye, e ndryshoi emërtimin prej vet udhëheqësisë së lartë politike të Partisë Demokratike. Fillimisht e quajtën garë, pastaj e quajtën proces zgjedhje dhe mandej pastaj referendum. Kjo është thjesht një tradhti, element i tradhtimit të ndërgjegjes së munguar, se unë dua ta quaj të munguar përderisa ndodhi kështu. Dhe në procesin e djeshëm, Partia Demokratike nuk po llogarit një kosto që po ish vetë shkaktuar. Është mungesa e një ndërgjegjeje reale për demokracinë e votës dhe për respektimin e kultit të saj. Ajo parti që erdhi në jetën politike të saj në fillim të viteve 90, duke mbajtur si atu të pa tjetërsueshme dhe të pa rivalizueshme, demokracinë, votën e lirë, fjalën e lirë, zgjedhjet, përfaqësimin, meritokracinë dhe shumë gjëra të tjera, në procesin e ditës së djeshme, pothuajse ishte me mijëra kilometra larg këtij pretendimi dhe këtij imazhi. Dhe për këtë arsye,
unë mendoj që ky është procesi ose kriza më e thellë, të cilën e vetë mbart Partia Demokratike dhe pasojat e cilës do t'i vetë ndjej në ditët e afërta dhe nuk po them në kohën e largët. Ajo që ju më pyesni se a ka diferencë midis votës së shpallur zyrtarisht dhe votës reale të hedhur në kuti, po padyshim që ekzistojnë këto gjëra. Ekzistojnë dhe do të Sa mund zbarven. jetë marshi apo diferenca, nëse kjo është e vërtet? Mund të jetë. E para njerë unë mendoj që do të jetë e vështirë për të shpallur një gjë të tillë, sepse struktura që është marrë me administrimin e procesit të numërimit edhe të mbledhjes votave është një strukturë e unifikuar, e mbajtur nën autoritetin e dienistë të kontrollit të vetë zotit Berisha apo të enturazhit të lartë politik brenda Partisë Demokratike të tij. Por do të dalin kampion elemente të tilla të cilat e godasin imazhin e këtij procesi dhe brendin kuptimore të vetë procesit. Dhe në këtë këndvështrim që mendoj që në imazhin publik Partia Demokratike me këtë proces nuk ka bërë gjë tjetër veçse ka goditur edhe më tej besueshmërinë publike dhe sidomos e ka bjerur plotësisht ekzistencën e një ndërgjegjeje që mbron parimet dhe atut e votës së lirë dhe të votës së përfaqësuar. E qartë. Në cilën fazë mund të jetë sot kampi demokrat? Do të jetë më pragmatiste për të menduar për procesin zgjedhor të së shtunës dhe pastaj për të rivijuar protestat kombëtare, apo do të shkojë më tej kur shef që kundërshtari politik po punon me punët për Shqipërinë dhe duke evidentuar eksponent pranueshëm në bazë, profilet e tyre që mund të dojë secili qark dhe të evidentojë dhe pse jo të shpallë dhe diku kandidatët potencial që mund të jenë jo të denjë, por të fort përballë atyre që do të vendosë Partia Socialiste. Po para se të mbëri, pavarësisht nga fjala që mbajti zoti Berisha si fitues në ditën e djeshme në selinë e Partisë Demokratike, janë dy momente të cilat ai konsideron shumë thelbësore për formalizimin e procesit të kryer. E para njerë që të administrohet dhe të formalizohet ky proces deri në detajin e fundit. Dhe dyta, që është një gjë që do ta shfaq, është marrëdhënia që do ketë me partitë si Motra dhe faktorin ndërkombëtar pas këtij procesi. A do të ndryshojë diçka në marrëdhënien politike dhe diplomatike të Partisë Demokratike, por në mënyrë të veçantë të zotit Berisha me partnerët dhe me homologët e nivelit të lartë partijak dhe diplomatik në Perëndim apo në Evropë? Kjo është një gjë që mbetet për tu parë. Si do të jetë ndryshimi? Dhe e dyta, janë disa çështje që kanë të bëjnë me premtimet morale të pakryera. Cili është ai? Ju e mbani mend para 10 ditësh në një pjesë mirë të spektrit medial pranë Partisë Demokratike apo zotit Berisha u paratha lajmi për heqjen e non-gradës. Dhe nëse ky proces i cili edhe pse injorohet dhe zhvlerësohet nga mbështetësit dhe zyrtarët politik Partisë Demokratike është një ngërç i madh për besueshmërinë dhe partneritetin me faktorin kryesor strategjik në botë i Shqipërisë dhe i partive tona kryesore politike. Dhe e dyta, e njëjta gjë, mund thuhet edhe për non-grada për Britanisë së Madhe. Pra, kriza e përfaqësimit dhe statusit diplomatik të kryetarit të rizgjedhur të Partisë Demokratike tashme e tutje është një problem substancial për përfaqësimin dhe partneritetin diplomatik të vetë Partisë Demokratike. Ndërsa lufta e brendshme dhe sidomos marrëdhënia me shumicën politike të vendit, mendoj që i përkon me një kalendar të cilin zoti Berisha e ka paracaktuar. Është një kalendar i cili nuk ka ngutje në ditët kohore të veta, por pret dhe vazhdon ta bëj luftën duke u premtuar fansave se kilometri i fundit është një hapësirë e pafundme e udhëtimit prej tij në drejtimin e tij. Çipam, për shkak të kujtesës që ke, profesionit që ke, besoj e kujton shumë mirë pajtimin e madh, por kujton dhe dhjetorin e 2001-shit ku zoti Berisha ishte i vetëm në garë për drejtimin e Partisë Demokratike. Një tezë që po qarkullon, nuk di se sa elementet së vërtetës mbart, është që pasi të kaloj periudha tranzitore, më themi e këtyre kohëve, që po zhvillon zgjedhjet e brendshme kampi demokrat, në shtator zoti Berisha mund të bëj një zgjedhje apo një lëvizje tjetër.
Dhe kjo mund të jetë për të afruar eksponent demokrat, të distancuar, të larguar, kritik të tjeta që janë distancuar nga Partia Demokratike për shkak se nuk e kanë gjetur veten me Berishën në krye, duke zgjedhur një strategji për të bërë sërish kamp dhe si një alternativë shumë e mirë për demokratët për të janë përballë zotit Rama dhe Partisë Socialiste. Sa janë gjasat që kjo të ndodh, duke rikujtuar gjithmonë dhjetorin e zgjedhjeve kur Berisha ishte i vetëm në garë? Po kjo mund të jetë domosdoshmërisht një lëvizje strategjike për interesin politik të tij dhe të Partisë Demokratike. Por unë mendoj para se të kërkoj dhe të pretendoj këtë gjë, zoti Berisha tashmë ka komoditetin për të paracaktuar pasardhësinë e vetes dhe duke evituar atë sfidë që pati në rastin e paracaktimit si pasardhës zotin Basha, i cili në fakt gjeneroi atë histori që tashmë kemi të njohur. Dhe unë mendoj që në momentin nga ky çast kur rizidhet si kryetar partie, zoti Berisha ka gjithë komoditetin e mundshëm, qoftë dhe strukturor, por qoftë edhe të imponimit për përcaktimin e pasardhësit të vet, një pasardhës i cili mund të dali prej familjes, por gjithsesi edhe nëse është jashtë familjes, ka gjithmonë besimin e familjes. I kishe për familjen politike besoj në këtë moment. Për të dyja, por në rastin konkret, familja me ngushtë është më e rëndësishme. E mora mesazhin. Një element tjetër që dua ta diskutojmë patjetër me ju është fakti se pati zhvillime të shumta javë të fundit dhe teori të ndryshme për një shkarkim të mundshëm të ambasadorit të Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, zotit Mejdani, për shkak të situatës atje dhe qasja e tij ndaj protestave të shqiptarëve për gjuhën shqipe, studentëve në këtë rast, dhe një shkëmbimi të mundshëm me ambasadorin ton në Prishtinë. U shua apo një lëvizje taktike që mbetet për të parë? Në fakt, në historinë e gati 20 viteve të fundit, ne nuk kemi mësuar një episod kaq vlerësues për një ambasador në rajonin e Ballkanit Perëndimor që përfaqëson Shqipërinë dhe në mënyrë të veçantë interesat principiale të shqiptarëve, siç ishte rasti i zotit Mejdanit. Ajo që ndodhi dhe që po ndodh me studentët shqiptar është një nga lëvizjet më të fisme dhe më të përkora që mund të realizohen në një shoqëri ku pretendohet se e drejta e demokracisë për përfaqësim të elementeve të identitetit dhe të përfaqësimit shtetformues si kundër janë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut është ndoshta një nga gjërat më të bukura që kanë ndodhur në historinë e përfaqësimit të mendimit dhe të lëvizjeve shqiptare. Dhe mendoj që koha e ardhme do ta përthellojë këtë analizë dhe këtë vlerësim, i cili nuk ka të bëjë thjesht vetëm me lëvizjet dhe qasjet e brendshme politike në Maqedoninë e Veriut, por ka të bëjë me një gjenerat të re të shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët normën e paritetit shtetëror me bashkëvendasit e tjerë maqedonasit në Republikën e Maqedonisë e shikojnë si një detyrë dhe si një të drejtë universale. Ndërkallja e politikës në këtë diskutim ka një distancë ose diferencë me rolin dhe qëndrimin dinjitos diplomatik që ka mbajtur ambasadori i Republikës së Shqipërisë. Sepse nuk është bërë koment politik dhe nuk është bërë një qasje që prish diferencën midis skaheve të politikës apo grupeve politike. Po përkundrazi, duke u referuar tek e drejta universale e mbrojtjes së elementit më themelor të identitetit kombëtar të shqiptarëve në një republikë tjetër, nuk ka bërë gjë tjetër veçse ka respektuar konventat europiane të cilat duhen trajtuar se janë të shenjta. Dhe ajo që po ndodh, mendoj unë, me paralajmërimin dhe ndërfutjen e elementeve të nacionalizmit të vendeve të tjera slave, siç është Serbia, me paralajmërimin për një tubim në thonjza madhështor në Kumanov, e vërteton më së miri këtë qëndrim që ka mbajtur të drejtë dhe principial që ka mbajtur përfaqësuesi diplomatik i Shqipërisë në Shkup. Dhe pas kësaj, mendoj që edhe çdo tendencë e ndërhyrjes administrative për ta larguar apo për ta transferuar ambasadorin nga Shkupi në Prishtinë si kundër është folur, do të jetë një qasje e gabuar dhe në momentin e papërshtatshëm. Dhe unë druaj që pas kësaj kjo gjë ndoshta të spostohet në kohë dhe Shqipëria është ndoshta i vetmi rast që tregon si një republikë dhe tregon një dinjitet
të së drejtës paritare në marrëdhënie me një vend ku ka ambasadën e vet dhe që kryen funksionet e vete. Dhe më duhet ta themi se këtë gjë nuk e themi shpesh. Madje pothuajse nuk e thot askush. Nuk është i njëjtë roli dhe rëndësia që ka ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut me rolin që mund të ketë ambasadori i Republikës së Greqisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, apo me rolin që ka ambasadori i Republikës së Serbisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Këtë gjë duhet ta kemi plotësisht të qartë. Diferencën dhe këtë rol të posaçëm ekskluziv ambasadorit të Republikës së Shqipërisë ja jep fakti që elementi shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut është një element shtetformues, ku përqindja e matjes demografike të tyre ka qenë gjithmonë në mos i manipuluar, i papranuar në çdo census që është realizuar. Sepse kjo përqindje de facto dhe realisht është një përqindje e papërfaqësuar në angullat zyrtare dhe në statistikat zyrtare të Republikës Fqinje me Republikën e Shqipërisë. Cipat, falenderoj shumë për këtë analizë që bëre për zhvillimet më të fundit aq për këto çështje që janë më sensitive kur flasim për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit shumë. Shputemi për pak momente, ndërkohë në pjesën tjetër të programit do të kemi ambasadorin e Shqipërisë në Ukrainë, Ernal Filo, i cili do ta bëj një rrëfim për situatën e orëve të fundit, ku banesa e kuaj është i akomoduar rësulmuar, por për fat të mirë janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë që detaj do të jap vetëm pak minuta më vonë.